natë, banorët dëgjojnë zhurma nën tokë, shfaqet një fenomen i rrezikshëm në këtë zonë të Shqipërisë. Në fshatin Dëshiran të Bashkisë së Belçit është shfaqur një fenomen i rrezikshëm natyror. Pranë disa banesave janë hapur gropa karstike me thellësi deri në 25 metra duke bërë të pasigurt jetën e banorëve. Këta të fundit tregojnë se çdo natë dëgjojnë zhurma poshtë tokës dhe shohin ditë pas dite dhe unë të fundoset. Ata kërkojnë ndihmë dhe ndërhyrje nga organet kompetente. Ekspertët e gjeologjisë e kanë klasifikuar Dumren, ku ndodhet edhe fshati në fjalë, si një nga zonat më delikate në vend për shkak të terrenit të saj të ndjeshëm, me mbi 84 liqene natyrore të krijuara nga shkrirja e shkëmbinjve të gëlqeres dhe gipsit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.